Mirë se vini në podcastin e parë në cilin do të bashkëbisedojmë me ish-kryetarin e parë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, zotin Enver Hasani. Do të flasim për arkitekturën e demokracisë në Kosovë, midis institucioneve, vendimeve kushtetuese dhe partive politike. Zoti Hasani, mirë se ardhët. Mirë se gjej juve dhe shikuesve tuaj. Përmes kësaj bisede do të tentojmë të trajtojmë funksionimin e demokracisë në Kosovë përmes 3 shtyllave themelore: marrëdhënieve ndërmjet institucioneve kushtetuese, rolit të vendimeve të gjykatës kushtetuese në formësimin e jetës politike dhe ndikimin e partive politike në cilësinë e demokracisë. Demokracia në Kosovë është zhvilluar në një kontekst të shpeshtë të krizave politike, përplasjeve ndërmjet institucioneve dhe ndërhyrjeve të vazhdueshme të gjykatës kushtetuese për të qartësuar kufejt e kompetencave. Në këtë kuptim, arkitektura demokratike e vendit nuk mund të kuptohet vetëm përmes tekstit të kushtetutës, por edhe përmes praktikës politike, interpretimit kushtetues dhe rolit real që luajnë partitë politike në sistem. Do të bisedojmë nëse problemi qëndron te vetë rregullat kushtetuese, te mënyra e interpretimit të tyre apo te kultura politike që i zbaton ato. Zoti Hasani, po ndalemi tek tema e parë që ka të bëjë me marrëdhënien ndërmjet institucioneve kushtetuese. A janë konfliktet ndërmjet institucioneve në Kosovë shenjë e një demokracie funksionale apo dëshmi e dobësisë institucionale dhe mungesës së kulturës kushtetuese? Unë besoj ma parë bëhet fjalë për mungesë të kulturës kushtetuese dhe pse po them këtë, kulturës kushtetuese, sepse kushtetuta jon është dizajnuar në një kulturë tjetër materiale që nuk e reflekton kulturën dhe traditën e Kosovës. Ju e dini, ne kemi qenë një vend komunist, pastaj në diktaturën nacionale të Miloševićit, pas një ditë përvoje në demokraci kushtetuese. Kjo ka bërë që kur është bë kushtetuta, normat e saj, parimet e saj, tjetë diçka e re, dhe pikërisht ky fakt që ka një diskrepancë mes kulturës kushtetuese dhe tekstit të kushtetutës e cila sankcionon një demokraci kushtetuese konsociacionale, përveç që kushtetuese, është edhe konsociacionale sepse synon me reflektu vullnetin politik gjithë popullit Kosovë, gjitha komuniteteve të Kosovës. Këto është problemi kryesor që ne shohim ka pas kohë vështirësi, probleme politike, kriza kushtetuese dhe kështu me radhë. Do të flasim edhe detajisht rrugës për gjatë kësaj bisede. Si e vlerësoni raportin ndërmjet kuvendit, qeverisë dhe presidentit në praktikën kushtetuese të Kosovës? Si raport bashkëpunimi, rivaliteti apo tensione? Unë besoj ka qenë raport që është diktu, ka qenë raport në nështrimi, nuk ka qenë asnjëherë as rivalitet, as bashkëpunim. Ka qenë raport në nështrimi në varësi të asaj se kush ka shumicën politike në kuvend. Ajo forcë politike që ka pas shumicën në kuvend ka diktu edhe rolin dhe pozitën e presidentit të Republikës, i cili edhe në mandatin e fundit, edhe në mandatin e më pashëm, me përjashtim të zonit që Jaga, unë do të them gjitha rastet tjera, ai raport ka qenë me synim qartë me pa pozitën dhe rolin e presidentit si sistem presidencial, diçka që nuk e ka, nuk është në natyrën e saj, dhe në fakt këtu kanë lind krejt problemet, kanë lind këtu në këtë drejtim. Në çfarë mase këto përplasje burojnë nga paqartësitë kushtetuese dhe në çfarë mase nga sjellja politike e akterëve institucional? Unë besoj paqartësitë institucionale janë dominante. 70% nëse i merret, pse po e them këtë? E ma pak ky faktori i dytë, pse po e them këtë? Sepse kërkesat që i quajnë presidenca, qeveria dhe kuvendet që i kanë quajnë për çështje të ndryshme përfshirë këto të fundit që shoh janë të tmerrsisht të jo profesionale, të pabesueshme. Do thotë për kërkesat presidencës ti sheh aty që
kërkojnë interpretime kushtetuese prej ma absurdeve që në qarta në tekstin e kushtetutës. Po ashtu në qeveri ti ke pas edhe të kalumën edhe tash me përjashtime të rralla, kërkesa ma absurde do të më shku direkt zgjedhjen, se kujtohet 2021-ën. Mbrana një cikli zgjedhor, çdo gjykata me ndërhy, ose vitin e kaluar konstituimit kuvendit. Ishin qarta në gjykimet që është bëhat, kanë qenë prej 2014, insistimi jo që ku po thot një paragraf atje, votimi është do të me konë votimi më shef, që ishte total, janë çdo praktike kushtetuese, do të thot. Si vjet, ka qenë fare e qartë që kuvendi nuk mund shpërndarë sistem parlamentar nga presidenti i Republikës. S'ka, është absurdi, i absurdeve, presidenti i Republikës që zgjedhet pe kuvendi, i cili është përfaqësues si sublim i popullit, i sovranit, sepse ka dy funksione, edhe legislative dhe kushtetues, ti më shpërnda në mënyrë arbitrare. Do të gjitha këto flasin që ka nivel jashtëzakonisht tult të mendoj që këto organe kanë nevojë me pague jashtë firma private ose ekspert kushtetues të për mjau kry këto punë, sepse për ndrysh janë mizerje, kërkesat që po dërgojnë gjykata kushtetuese. Kur gjykata kushtetuese ndërhyn për të zgjidhur konfliktet institucionale, a stabilizon sistemin demokratik apo në një farë mënyre detyrohet të futet në fushat në të cilat duhet zgjidhen prej vetë politikës? Gjyqësia kushtetuese që ta dini, ka 126 vjet prej kur është kriju. Është politik, moral, drejtësi, a ka thonë, kjo zeni e thonë autor gjallë që nësot më të mirë gjyqësisë kushtetuese në Evropë. Ka shumë çka aty të vërtet. Por esenca gjyqësisë kushtetuese është me juridifiku procesin politik, me i dhonë ngjyrë juridike. Dhe unë besoj gjykata kushtetuese çdo herë kur ka ndërhy, i ka dhonë ngjyrën e duhur kushtetuese, juridiku kushtetuese, se cilës krizë politike që është prodhu në vend prej 2008-ës, e këndej që nga dita e parë, dhe pa rolin që ka gjykata kushtetuese, që ka lujt demokracia kishme qenë shumë ma e varfër. Unë e di, në fillim kur ja kemi nisë kolegë fakultetit juridik, që s'keshin do të thotë edukat bazike, ose kishin të Jugosllavisë, të kohës komunizmit, të që si më në gjykata kushtetuese me dhona gjykime, u çuditshëm do të thotë, edhe fillanin me u marrë merreshin atëherë që dhe një gjithë me emrin tim, që ishte mungesë e kulturës bazike njerëzore, do të thotë lemo kolegjial, lemo tjetër, dhe me kohë janë stabilizu parametrat dhe gjykata kushtetuese është pjesë e ndërtimit të shtetit të Kosovës dhe ka luajtur një rol kolosal. Unë i bindun edhe militant më të mëdhenj, çdo parti që t'jenë, nuk mundin lehtë me vendos jashtë standarde kushtetuese evropiane të cilat ne i takojmë. Ne gjykata ka mund me bos kal shim plot në vendimet e saj. Ne që merrem me shkencë, kena botu dhe vazhdojmë me botu dhe kritikojmë ato. Por premisat bazike të shtylla kryesore të konstitucionalizmit që sankcionohet me Kushtetutën e Kosovës nuk i ka prish. Dhe i ka rujtë, sot unë mendoj që ka qenë rol kolosal. Këtë rol e kanë luajtur gjitha gjykatat e vendeve komuniste, gjitha gjykatat nëse doni dhe gjermanisë, demokracive tradicionale, për shembull, në prej vendimeve të para në Gjermani ka qenë prishja e ndalimi i Partisë Komuniste Gjermane, pastaj Gjermani me orientim nazist. Do të thotë po ti marrësh fillet e para të gjyqësisë kushtetuese në Gjermani e shën ngjashmërinë në përplitjet e para për ndërtim të një demokracie kushtetuese, e cila nuk është demokraci që bazohet në populizëm dhe nacionalizëm të asnjë komuniteti, asnjë kombi. Do të flasim tash në pjesën e dytë për vendimet e gjykatës kushtetuese që e kanë formsuar demokracinë në Kosovë. Në një shtet të ri si Kosova, gjykata kushtetuese ka pas shpesh rol që të bëj thjesht jo vetëm interpretim të thjesht të normës, duke sqaruar edhe bështllësiet që kanë ekzistuar në kushtetutë, duke vendosur edhe kufi institucional dhe duke ndikuar drejt për drejt në mënyrën se si funksionon sistemi politik. Si vendimet për formimin e qeverisë, konstituimin, shpërndarjen e kuvendit, mandatin e presidentit, krejt këto kanë qenë veçanërisht të rëndësishme
sepse nuk kanë prodhu vetëm zgjidhje juridike për rastet konkrete, por kanë ndikuar që të ndërtohen edhe vetë rregullat e lojës politike. Për këtë arsye, diskutimi në këtë pjesë duhet fokusohet nëse gjykata kushtetuese ka ndërtuar një doktrinë të qëndrueshme kushtetuese apo nëse është përdorur ndonjëherë edhe nga partitë politike. Në këtë drejtim, zoti Hasani, a mendoni se gjykata kushtetuese në Kosovë ka ndërtuar një doktrinë të qëndrueshme kushtetuese apo vendimet e saj kanë qenë më shumë si një përgjigje ndaj krizave konkrete politike që i kemi pasur në Kosovë? Vështirë të thuhet që ekziston një doktrinë e prekshme. Ajo që mund thuhet grosso modo ekziston doktrina e supremacisë kushtetutës, do të thotë gjykata deri sot e ka mbrojt epërsinë e kushtetutës përkundër gjitha sharjeve, fyrjeve, goditjeve, kërcënimeve. Vitin e kaluar mund të them që është i pashembull, i kanë terrorizuar gjyqtarët, për fat keq në atë terrorizim kanë marrë pjesë edhe ish antar gjykatës kushtetuese, në mënyrë më primitive, do të thotë i kanë sulmuar ish kolegët e vet. Edhe në kohën time, ju e dini, masi kanë kryer mandatin disa antar gjykatës kushtetuese nga fakulteti juridik, me emër, me mbiemër, kanë sulmuar, që është, do të thotë, e papranueshme, është jo etike, është mungesë etikës bazike. Unë besoj që gjykata kushtetuese mas çdo krize që ka vendosur, që ka zgjidh, e ka atë që thash fillim, e ka juridifiku qatë problem. Për shembull, formimi i qeverisë është kornizuar, është postër siloti. Zgjedhja e presidentit, roli dhe pozita e presidentit është fut korniza qarta kushtetuese, mund shkruhet monografi për dy këto kuvendi, po ashtu roli dhe pozita e kuvendit. Prej as deri unë jam duke punu në Rutliq, ka kërku nga unë me një profesor njoftën Richard Albert, kanë kërku, ajo është editori i Comparative Constitutional Law, ka kërku drejtë kushtetuese të Kosovës në anglisht, me bo dhe të punu, do të thotë duhet me bo krahasimin me gjitha vende tjera dhe më duke shku për secilin institucion. Është e qartë si loti ta zonë kuvendi, çfarë pozite ka, çysh konstituohet, pse konstituohet, si shpërbëhet, ku këto çështje kanë qenë edhe më herët të qarta, po kanë qenë qarta për komunitetin tonë, nuk kanë qenë qarta për kategoritë e politikës, sepse politika normal ka kritere tjera. Prandaj mund të them lirisht, nuk po e fus këtu çështjen e drejtave lirive të njeriut. 90% e rasteve janë të punës gjykatës janë liri dhe drejtat e njeriut. Ky korpus, këto vendime, jetën e qytetarëve kanë bërë shumë më të lehtë, sepse shumë raste që gjykatat e rregullta ose autoritetet publike tjera kanë gabu, i kanë korrigju. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pse po them këtë? Sepse ne një ditë do him në Këshill të Evropës dhe përpashku edhe në gjykatën e Strasburgut të futemi, do të kemi drejt me quraste qytetarë tonë, dhe kjo do të dëshmon dobin që rolin që ka luajtur gjykata kushtetuese, jam shumë i sigurt. Atëherë, zoti Hasani, sa pra kanë arritur që vendimet për formimin si të qeverisë, si konstituimi, shpërndarja e kuvendit dhe po ashtu mandati i presidentit në formësimin e rendit demokratik në Kosovë dhe praktikës politike? Unë besoj gjitha vendimet që ja kanë dhënë identitetin gjykatës kushtetuese këto sa vite, 12 vite, mund të thuhet me plot drejt që i kanë vu themelet e shundimit të ligjit dhe të mbi gjitha dhe të kushtetutës në jetën politike. Po i marr vetëm disa vendim, për shembull, këto të fundit, 2 vitet e fundit. Vitin e kaluar e interpretoj në mënyrë shumë ekstenzive. Tha 30 ditor, nuk është afati për me thirr kuvendin, siç është në kushtetut, por interpretoj është aja tha 30 dit duhet me konstitu kuvendin. A është vendim kolosal, sepse 3-4 vendime, ju e dini, pushteti i bënte obstruksion, deri u nxjerrën dhe erdhi momenti 30 dit edhe pikë. Në të ardhmen do
parandalu pra forma e keshpërdorimit dhe kornizum. Rregullora e kuvendit që thot çdo 48 orë duhet me majt konstituimi është rezultat i vendimit 2014 sa kam qenë unë kryetar. Imagjino mos me qenë rregulloria edhe më majt kuvendi çdo 5 muaj. Sipas Sarë do të kishte qenë total e ka kornizu. Vendimi i fundit për shpërbërjen e kuvendit, për shpërndarjen, më fal. Vendimi për shpërndarjen e kuvendit ishte kolosal. Pse? Sepse tregoj që shefi i shtetit e rujti sistemin parlamentar. Nuk e la me u prish. Nuk ka autonomi, zero autonomi për shpërndarjen e kuvendit. Vetëm sipas kushtetutës, dhe në asnjë mënyrë tjetër mund të ndodhë shpërndarja e kuvendit. Por e bori edhe një të mirë. Afatin 30 ditor e lidhe me afatin 60 ditor. Dhe tha, kuvendi, kur do qoftë që konstituohet, të parin organ duhet me zgjedh presidentin e Republikës. Në 2021, kur është dekretu prej ushtruesit detyrës, atëherë ishte Zoti Osmani. Zoti Kurti kam thonë, duhet me formu presidenti, nuk ka kuptim, mas zgjedhjeve, u dekretu prej ushtruesit detyrës, duhet me zgjedh presidenti, pastaj ai president me legjitimue qeverinë. Dhe tash e ka bërë këtë standard gjykata kushtetuese. Pse? Sepse ushtruesi i detyrës mundet me luajt rol vetëm përkohësisht, por mas zgjedhjeve nuk mundet, ka afat strikt dhe nuk mundet me abuzu edhe me përdor deri në 6 muaj siç ka qenë. Mund ta përdor mund të krijon rrethona të caktuara ta zon. Por rregulli është ky. Në momentin që bën zgjedhje formohet mener. Kuvendi mbrana 30 ditëve zgjedhet presidenti i Republikës mbrana 60 ditëve në vijim. Kështu që këto dy pezon e kanë disiplinu jetën politike, tash gjithë i din, edhe është çdo gjë e qartë. A ka qenë gjykata kushtetuese konsistente në arsyetimet e saj? Apo në disa raste vendimet kanë kriju edhe paqartësi të reja për sa i përket sistemit? Shikoni, mund të thuhet një gabim që ka qenë edhe që gjykata duhet me pas kujdes kur e ndron standardin, precedentin që i thojmë ne. Gjykata kushtetuese ka drejt me ndru precedentin, por ndrimi i precedentit mund bëhet vetëm mbi bazën e arsyeve të forta, compelling reasons quote. Do thotë, duhet përveç, domethënë, kur ka diçka shumë të fortë, ndron rrethana. Gjykata kushtetuese ka ndruar precedentet në disa raste nuk kanë qenë të arsyeshme. Nuk ka pas brum të mjaftueshëm. Ta zonë e arsyeshme ka qenë me ndru precedentin që ka qenë, sa kam qenë kryetar, për me dhonë gjykime interpretuese. Mirë ka qenë që ka ndru standardin. Por arsyet mbi cilat është ndru kanë qenë naive, kanë qenë sociologjike dhe ekstra kushtetuese, sepse është thonë gjenerata e parë ka pas nevojë me marrë gjykime interpretuese. Çdo gjenerat ka nevojë me marrë gjykime interpretuese, por nuk duhet me marrë. Gjykata kushtetuese duhet jurisdiksionin 1-3 strikt me zbatu. Edhe parametrat që derivojnë direkt prej kushtetutës, që janë mjaftueshëm dhe s'ka nevojë me zgjonu atë, sepse ai jurisdiksion potencialisht mund të abuzohet lehtë nga politika. Është gjaja më shumë që mund të abuzohet. E dyta, e ka ndrru për çështjen e zgjedhjes së kryetarit gjykatave të apelit, kryeprokurorit shtetit, që ka vendosur, është ndru praktika dhe është gabim sepse i cënën drejtat e... Çka ka ndryshuar që të ndryshojë edhe kjo praktikë? Asgjë, hiç kurrë. Rrethonat gjitha të njëjta dhe gjykata kushtetuese nuk mundet sepse i cënën aty, ju tha, shkoni në ndisni rrugë, shterni mjetit juridike. Nuk mund të thuash për kryeprokuror, kryetar gjykatës themelore, se ato veç një janë. Ne kur e kemi vendosur atë standardin, kemi parasysh, e kemi pas parasysh edhe standardet e Komisionit të Venecës. Organet që janë të vetme, nuk janë një kryetar, 10 kryetar të gjykatës themelore dhe 10 kryeprokuror të shtetit.
ata nuk mund është mi quhen në rrugë të, sepse a bon mas 5 vjetë, 10 vjetë vendosin gjykatat dhe i humb kuptimi. Pra s'ka mjetë juridike efikase, efektive. S'ka. Prandaj, në këtë drejtim, mendoj që kanë gabu që e kanë nërru në precedentin. Prandaj, gjykata duhet me urujt se ne gjithmonë, edhe kur bëjmë analiza, edhe kur shkruajmë libra, edhe kur shkruajmë punime shkencore, ne interpretojmë qëto standardet që janë sot. Dhe në qoftë se ti ke vendosur për të njëjtën çështje para 5 vjetë, dhe tash rëndësisht e ndryshon, pa ndryshuar rrethonat shoqërore, është problem. Është problem sepse sot kanë kriju një pasiguri juridike. Pasi diskutim. Për këto pozitat që i përmendet, asnjëri nga kandidatët nuk e ka sigurinë sepse kandidon dhe duhet i drejtohet gjykatave të rregullta për ta pritur realizimin e një drejte me vite. Shumë e saktë. Kryetar, këto vendime a kanë kriju ma shumë siguri juridike edhe stabilitet institucional, apo kanë lënë hapësirë, është fjala të kjo pjesa sidomos politike, se i përmendëm disa raste që lidhen me institucionet e drejtësisë, por tek pjesa politike, a kanë lënë ma shumë hapësirë që politika mi lexu dhe me i përdor ato sipas interesave të momentit? Ja, unë besoj çdo herë e ka ngushtuar hapësinën e veprimit politikës. Çdo gjykim. Për i rastit të Sediut, rasti Pacolli, rasti i kryeprokurorit shtetit, rasti kryetarit kuvendit, rasti Vlan 1 dhe 2 që i thojmë ne, Vlani 1, Vlani 2, 2014. Gjitha rastet, rasti Hoti, gjitha rastet ka kriju, ka ngushtu hapësirën për manovrim politik dhe ka, si që thash, i ka juridifiku proceset, i ka vu kopertur kushtetuese proceseve të pastra politike. Ka pas raste vendime të gjykatës kushtetuese që kanë qenë shumë absurd profesional duke pas parasysh kontekstin politik. Këtu, një kohë ju e dini gjithë ne kemë thonë mirë është mësme njerëzit me precedente penale, aktakuza, mësme hinë procese politike. Kjo nuk është respektu, ka pas kohë respektu, po tash prap nuk po respektu. Në vendim rastin e Temarifit, siç e dini, profesionalisht ka qenë problematik, edhe është sot problematik, edhe është për mu ka qenë e qartë, por nuk mund të thush ti neni 45 që garancia kushtetuese. Nëse kushtetuta thot që drejtat merren vetëm me vendim gjykatës kushtetuese, gjykatës të rregullt, ndalimi i ushtrimit profesion, nëse vjedh, ta ndalon, nëse ke vjedh vota, ta ndalon me hin procese politike dhe kështu me radhë. Atëherë ndodhi një absurd. Çdo kush ju dënon 3 vitin e fundit, për çfarë do dënimi? S'kesh kuptim aja. Për shembull, mund ndodh dënime që s'ka lidhje me asnjë për shembull trafik në komunikacion, po e lën ai rast që totalisht është jashtë vullnetit të njeriut. Dhe çfarë ndodhi? E ndërrun ligjin, duket nëse s'gaboj, edhe si të ndërron ti ligjin, faktikisht e ke ndërruar vendimin e gjykatës kushtetuese. Absurdi është ky. E ndërron ligjin, edhe thuhet do të thotë në ligj kush është i dënuar në 3 ditë të fundit ose s'po di tash si e kanë bë. Asi, dhe faktikisht e ke ndërruar efektivisht akt gjykimin e gjykatës kushtetuese. Kjo është absurd, do të thotë duhet me rujt garancionet kushtetuese që janë në kapitullin 2 dhe 3 nuk bën me i prek. Ato duhet me pas shumë kujdes, sepse edhe arsyeja kryesore për këtë është pse, se ka një mal me precedentit Strasburgut që na detyrohet me i zbatu. Edhe mi bindu që ai vendim Strasburg e Temarifi nesër mas nesër, me shku 100% e fiton. Edhe e ashtu jetem, ashtu Arifi, deputeti i Kosovës, dhe do thotë e fiton edhe merr do problem, edhe material edhe satisfakcion. Tani do të kalojmë tek pjesa e tretë, tek roli i partive politike në demokraci. Zoti Hasani, në teori, partitë politike janë mekanizmi kryesor i përfaqësimit, artikulimit të interesave dhe prodhimit të elitave politike, por në praktikën e Kosovës shpesh ngrihen dilema se sa janë demokratike partitë politike në Kosovë. Si duket, funksionojnë në bazë të logjikës vet, janë të thirrur shumë që të bëhen për rreth liderit gjithë
por sa janë demokratike në Kosovë, mbetet që ta diskutojmë tani në vazhdim. Sa ndikon kultura e partive politike në cilësinë reale të demokracisë në Kosovë? Shumë. Do thotë dhe kjo në kretë venet e lindjes komuniste kanë qenë ato partit politike ato që ja kanë dhonë vullën karakterit dhe natyrës së demokracisë. Në disa kushtetuta, partit politike janë kategori kushtetuese dhe kornizohen, do thotë disa parime themelore për punën, tena nuk janë është gabim, është dashme qenë dhe të ne, një kapitull i veçantë për partit politike. Kultura politike të ne është problematike sepse në parti politike gjithmonë kërkohet dëgjueshmëri absolute e atyre që janë drejtues saj, antarësisë, veçanërisht në gjitha nivelet e drejtimit dhe zonë disonant nuk lejohet. Nësni prej partive politika nëse të gjitha ato e thonë të kundër. Dhe kjo logjik pastaj reflektohet në institucione, kur të futet në për institucione, edhe institucionet e dyta, partit politike shihet qartë ka një kulturë të kleptokracisë çuditshme, do thonë nuk është këtu ky pushteti ka thonë aty në tjerë, por është një për shembull tash nuk ka asnjë dallim, do thotë për sa i përket korrupsion, është në shkallë të njëjtë. Kjo tregon që është problem kulturor i shoqërisë kosovare dhe është problem i madh. Një faktor që kish mujt me ndiku shumë dhe ndikon është në sistemin zgjedhor, sikur të ishte ndryshu, edhe me bë sistemin zgjedhor, qysh është vetëm me bë proporcional sipas zonave. Ajo kish me përgjegjësinë politike kish me lokalizu. Sot nuk është e lokalizu me përgjegjësia përveç të lider. Gjithë liderët, jo shini. Në thotë ata që i kanë themelu janë në Hagë, këto parti s'po mund e marrin vetë. Ramushi sa ishte në Hagë, kishte problem me u zhvillu. Sot me shku Albini prej vetëvendosë shpërbohat. Do të kjo është kriju një kulturë jo institucionale. Domthonë është dhe kjo është dobësia e funksionimit të sistemit, por është pjesë e kulturës së përgjithshme dhe mbi bazën e kësaj mund të thuhet që veç me ligj këto mundën më korrigju, por më shumë formsu ky tipizim. Një prej tyre është tash sistemi zgjedhor me shku në drejtim të një proporcion zonal, sepse ma let ishte identifikuar dhe kishte fuqizu akter deputet lokal, kishte bë ma, por atë nuk e pranojnë let lider, do thotë sepse do thotë pushteti, ndarja e pushtetit është problem, është shan veti. Ka pasur vazhdimisht një luftë madhe për reformë në sistemin zgjedhor, por që s'është pranuar pikërisht për këto arsye. Kryetar, duke ju drejtuar vazhdimisht gjykatës kushtetuese, partitë politike, a kanë tentuar me instrumentalizu këtë gjykatë dhe me përdor për interesat veta? Jo. Shikoni cila ka një ligjshmëri kush i drejtohet. Në venet ish komuniste, po dhe në demokracitë e vjetra, kryesisht opozita ju ka drejtu, mas shumë të opozita. Pse se gjykata kushtetuese dhe kushtetuta, rregullat, gjithmonë pushteti këshyrë mos me zbatu rregulla. Pse është natyrën e pushtetit, me sa ma shumë me lut jashtë rregulla kushtetuese dhe ligjore. Kjo në Kosovë është pak ma ndryshe për shkak se pushteti aktual ka ma shumë, i bën ma shumë presion edhe kërkesa gjykatës kushtetuese se sa opozita është përmes me thonë është si paralel. Dhe ky në farë mënyrë kjo është specifik për shkak se tash ka një tendencë në nështrimit të opozitës dhe të jashtë rregullave të lojës, do thotë mi kap gjitha organet, presidencën, qeverinë dhe kështu me radhë jashtë një marrëveshje politike. Ajo është punë që nuk bëhet, nuk mund të bëhet, sepse rregullat e lojës janë tilla që nuk lejojnë
një diçka të tillë për shkak se 20% në instancën më të fundit ato 20 vota që janë jo shqiptare mundën mu në një moment caktuar mundën mu aktivizu në këtë pjesën tjetër edhe me kriju, sepse kushtetuta e Kosovës nuk bën diskriminim ndaj komuniteteve dhe ajo është një levë shumë e madhe, ndikimi shumë më madhe se që mendohet ju e pat kuvendi, ne shkum zgjedhje pa konstituu kuvendi, ashtu. Erdh puna me votu listën sërpske. Ata që e kundërshtoni me flamur përpara kombëtar e votun lista sërpske edhe në vend si me bo prefillimi. Sen s'ka ndryshuar 4-5 i hopëm një vit 4-5 akt gjykime, prit gjithmonë të fajsu opozitën. Tash njëta logjiku në pres me u zhvillu edhe për presidentin, që s'mund asnjëherë s'ta pranon kërkush me fajsu opozitën për jo konstruktivitet në formim të organeve pa marrëveshje politike. Diçka për çka keni dhënë vazhdimisht vlerësimet e juaja që ka nevojë që tulen dhe të bëjnë marrëveshje, ndryshe nuk ecet tutje. Po shkojmë drejt pjesës përmbyllëse zoti Hasani, në të cilën do të nxjerrim përfundime mbi gjendjen e demokracisë në Kosovë. Sot, problemi kryesor i demokracisë në Kosovë qëndron te kushtetuta, te interpretimi i saj apo te kultura që e zbaton atë? Vetëm kultura. Kushtetuta dhe interpretimi i saj nga gjykata kushtetuese, që në pjesën ndërmuese ka qenë profesional, as kanë për qenë pjesë e problemit që i mveshet këtu. Është çështje e kulturës politike dhe institucionale, e cila në Kosovë, pra po e them, donë edhe pak kohë për me u kuptu, dhe dridhjet ngjashme kanë pas edhe popull tjerë. Veçanërisht këto vende të komuniste, merre prej Shqipënisë, Maqedonisë, Çekisë, Slovakisë, Bullgarisë, për shembull, vitet e para, dhe ne besoj çaty jem. Gjykata kushtetuese ka luajtur rol të jashtëzakonshëm, kushtetuta ka luajtur rol të jashtëzakonshëm. Me gjykimet e saj, gjykata kushtetuese çdo vakum të mundshëm e ka interpretu. Sot për sot, çdo gjë është e qartë, vetëm vjen kultura politike dhe institucionale mos me bë probleme, do të thotë, për shembull KQZ-ja është i qartë, i ki 2 vendime për të ki një praktik 10 vjeçare më shumë, kuj duhet me ia dhënë kandidatit veç e këshyre dhe epës, ki diçka, kush do le shkon gjykata kushtetuese jemi bindur që e shpall të papranueshëm. Gjitha rastet që janë vendosur një herë, siç i ka shpall tash, i shpall për shkak se ç'a është ashtu, do të thotë, duhet me çuhet lojaliteti kushtetues, lojalitet ndaj kushtetutës dhe lojalitet ndër institucional kushtetues. A ka nevojë Kosova për më shumë ndryshime kushtetuese apo për më shumë pjekuri dhe përgjegjësi institucionale politike? Unë besoj përgjegjësi institucionale politike. Ndryshimet kushtetuese çush po mendojnë disa, me i bata s'është kushtetuta, sepse ti duhesh me bëni kushtetutë sa e indis që konsiderohet më e gjata, që ka me qinda nene e 10 anekse. Ajo s'është kushtetuta, ajo është ligj. Cili është sipas jush mësimi më i madh që është dashur me nxjerr prej krizave kushtetuese edhe institucionale përgjatë gjithë këtyre viteve të fundit? Mësimi më i madh është që çdo herë me bë përpjekje në mënyrë me sinqeritet dhe me pa qenë malicioz, me provu me gjetë kuptimin ma kushtetues duke marrë parasysh edhe standardet e vendeve të rajonit edhe të Evropës. Çdo krizë është dashur me pas parasysh çka tjerë që kanë rregulluar vetë. Këta politikantë për me bë këtë është dashur prapë e përsëris me bë secili prej tyre mi marrë një grup 3-4 konstitucionalistë të mirë, 3 ka sa dush në për fakultetet juridike të Kosovës, ka juristë që punojnë në profesione private që mundën me japë ekspertizat jashtëzakonshme për këtë çështje, edhe me interpretu me benevolencë të kushtetutën, jo me këshyr me gjetë zbrasina për qëllimit të obstrukcione, sepse nuk ka ma lehtë, është mediokritet me thonë po gjoj zbrasina kushtetutës, se dihet. Kushtetuta veç zbrasina është, se cila kushtetutë, është norma ma abstrakte, ma përgjithshme. Çdo herë mundesh me ja gjetë 5 e ma shumë interpretim, pa fund interpretime. Dhe në qoftë se shkohet me atë logjik, atëherë ajo është maliciositet dhe ka qenë, është vërejt në veçanërisht këto 5 vitet e fundit, po edhe më herët
ka pas tendenca tilla, por në këto 5 vite është bërë standard do thotë, por megjithatë gjykata kushtetuese ka arrit me rrit standardet. Duke i marrë parasysh në gjitha këto vite në zhvillim, me sidomos vitet e fundit, zoti Hasani, a jeni optimist se demokracia kushtetuese në Kosovë po konsolidohet, apo mendoni se ende mbetet e varur nga krizat e momentit? Krizat sigurisht do të jenë pjesë e procese politike, por unë besoj që demokracia kushtetuese në Kosovë po konsolidohet dhe nuk ka alternativë tjetër. Nuk ka, kush do qoftë që mendon se mund të krijojë një demokraci tjetër kushtetuese, jashtë asaj që është shpallë me 17 shkurt 2008, e ka gabim, sepse ajo veç mundet me deformu shtetësinë e Kosovës, me ndru karakterin e shtetit Kosovës. Përndryshe demokracia kushtetuese s'ka alternativë. Unë nuk shoh alternativë s'po. Zoti Hasani, faleminderit shumë. Lutem, kënaqësi. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë podcast të parë me ish-kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, zotin Enver Hasani, me të cilin diskutuam njërin nga temat e përzgjedhura. Tema të tilla të ngjashme do diskutojmë edhe me ish-kryetarët e tjerë të Gjykatës Kushtetuese. Deri në podcastin e radhës nga unë Beti Musliu, mirëmbëjtje.